Horoskopi i datës 9 shkurt. Parashikimi i plot për dashurinë, shëndetin, paranë dhe fatin. Data 9 shkurt sjell energji kontradiktore. Një përzierje mes reflektimit të thellë dhe nevojës për veprim. Disa shenja do të ndjejnë qartësi të papritur, ndërsa të tjera do të vihen përballë vendimeve që nuk mund të shtyhen më. Është një ditë që teston durimin, ndershmërinë dhe guximin personal. Dashi. Fuqia juaj është vendosmëria, por sot kërkohet maturi. Dashi sot zgjohet me një ndjenjë të fortë brendshme se diçka duhet të ndryshojë. Energjia juaj është e lartë, por universi ju këshillon të mos veproni me nxitim. Nëse veproni pa menduar, mund të prishni një marrëdhënie ose një mundësi të artë. Dashuria. Nëse jeni në një lidhje, sot mund të dalë në sipërfaqe një temë vjetër që keni shmangur. Mos e shmangni më. Një bisedë e sinqertë mund ta forcojë lidhjen më shumë se sa mendoni. Beqarët do të tërhiqen nga dikush misterios, por kujdes. Jo çdo mister është bekim. Puna paraja. Në punë kërkohet durim. Një projekt mund të ecë më ngadalë se sa prisnit, por mos u dekurajoni. Financiarisht shmangni shpenzimet impulsive. Sot është ditë për planifikim, jo për luks. Shëndeti. Tensioni nervor mund të shfaqet si dhimbje koke ose lodhje. Një shëtitje në ajër të pastër do të bëjë mrekulli. Demi. Stabiliteti juaj është arma juaj më e fortë sot. Demi ndjen sot nevojën për siguri emocionale dhe materiale. Ju kërkoni paqe, por dita mund t'ju testoj përmes njerëzve që kërkojnë më shumë nga ju se sa mund të jepni. Dashuria. Për çiftet është ditë ideale për të forcuar lidhjen përmes gjesteve të vogla, por domethënëse. Një fjalë e ëmbël vlen më shumë se dhuratat. Beqarët mund të takojnë dikë përmes rrethit shoqëror. Puna paraja. Një mundësi financiare mund të duket e vogël, por ka potencial afatgjat. Mos e nënvlerësoni. Sot është ditë e mirë për të rregulluar dokumente apo për të planifikuar investime. Shëndeti. Kujdes me ushqimin. Trupi juaj sot reagon më fort ndaj teprimeve. Binjak. Fjalët tuaja sot kanë peshë më shumë se zakonisht. Binjakët janë në qendër të komunikimit. Çdo fjalë që thoni sot mund të ndikojë drejt për drejt në marrëdhënie apo vendime të rëndësishme. Dashuria. Në qift shmangni ironinë apo fjalët e thëna pa menduar. Beqarët kanë shanse për flirt, por jo domosdoshmërisht për diçka serioze ende. Puna paraja. Një bisedë apo email mund të hap një derë të re profesionale. Financiarisht është ditë neutrale, as humbje, as fitime të mëdha. Shëndeti. Lodhja mendore është më e pranishme se ajo fizike. Pushoni mendjen. Gaforja. Emocionet janë të thella, por jo gjithmonë të qarta. Gaforja sot është shumë e ndjeshme ndaj energjive përreth. Ju ndjeni më shumë se sa thoni dhe kjo mund të krijojë keqkuptime. Dashuria. Një kujtim nga e kaluara mund të rikthehet papritur. Pyetja është, a jeni gati ta lini pas apo do ta hapni sërish? Beqarët ndihen nostalgjik. Puna paraja. Mos merrni vendime të rëndësishme financiare sot. Prisni edhe pak. Në punë bëni detyrat tuaja pa u përfshirë në drama. Shëndeti. Trupi reagon ndaj stresit emocional. Kujdesuni për veten. Drita është mbi ju, por duhet ta përdorni me mençuri. Luani sot ndihet i vëzhguar, ndoshta edhe i gjykuar, por kjo është dita juaj për të treguar maturi dhe fisnikëri. Dashuria. Nëse jeni në lidhje, partneri pret më shumë vëmendje. Beqarët mund të tërheqin admirues, por jo të gjithë janë të sinqertë. Puna paraja. Një mundësi për të dalluar profesionalisht vjen, por kërkon për ulësi. Financat janë të qëndrueshme. Shëndeti. Energjia fizike është e mirë, por mos e teproni. Virgjëresha. Analiza juaj sot shpëton situata. Virgjëresha është shenja që sot sheh detaje që të tjerët i humbasin. Intuita juaj është e fortë, por e bazuar në logjik. Dashuria. Në qift, një problem i vogël mund të zgjidhet lehtësisht nëse flisni hapur. Beqarët kërkojnë stabilitet, jo aventura. Puna paraja. Ditë e shkëlqyer për organizim, plane dhe strategji. Financiarisht, kujdes me shpenzimet e vogla që grumbullohen. Shëndeti. Kujdes me tretjen dhe oraret e ushqimit. Peshorja. Ekuilibri është sfida juaj kryesore sot. Peshorja sot përpiqet të kënaqë të gjithë, por rrezikon të harrojë veten. Dashuria. Nëse jeni në një lidhje, mos e shtyni një bisedë të rëndësishme.
Beqarët mund të ndihen të pavendosur. Puna paraja. Një vendim i drejtë sot sjell përfitime afatgjata. Financat kërkojnë disiplinë. Shëndeti. Stresi emocional ndikon në trup. Gjeni balancën. Akrepi. E vërteta del në dritë, doni apo s'doni. Akrepi sot përballet me realitete që nuk mund t'i shmang më. Intuita juaj është e saktë. Dashuria. Një sekret mund të zbulohet. Mos u friksoni, e vërteta shëron. Beqarët tërhiqen nga lidhje intensive. Puna paraja. Ditë e mirë për vendime strategjike. Financiarisht shmangni rrezikun. Shëndeti. Kujdes me lodhjen mendore. Shigjetari. Liria është nevoja juaj kryesore sot. Shigjetari ndjen nevojën për hapësirë, qoftë emocionale apo fizike. Dashuria. Në qift kërkoni më shumë mirëkuptim. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush jashtë rutinës. Puna paraja. Ide të reja lindin, por kërkojnë kohë për t'u realizuar. Financat janë të qëndrueshme. Shëndeti. Lëvizja fizike ju bën mirë. Bricjapi. Përgjegjësia juaj sot shpërblehet. Bricjapi sot ndjen peshën e detyrimeve, por edhe kënaqësinë e përmbushjes. Dashuria. Partneri kërkon më shumë ngrohtësi emocionale. Beqarët fokusohen te puna. Puna paraja. Një arritje profesionale është pranë. Financiarisht stabilitet. Shëndeti. Mos neglizhoni pushimin. Ujori. Idetë tuaja janë përpara kohës. Ujori sot ndjen se mendon ndryshe nga të tjerët, dhe kjo është forcë, jo dobësi. Dashuria. Nevoja për liri emocionale është e fortë. Beqarët mund të përjetojnë një njohje interesante. Puna paraja. Një ide kreative mund të sjellë fitime në të ardhmen. Shëndeti. Kujdes me pagjumësinë. Peshit. Ndjeshmëria juaj është dhuratë, jo barë. Peshqit sot janë shumë intuitiv dhe empatik. Dashuria. Një lidhje thellohet emocionalisht. Beqarët mund të ndjejnë një lidhje shpirtërore me dikë. Puna paraja. Mos u nxitoni në vendime financiare. Dëgjoni intuitën. Shëndeti. Qetësia mendore është qelësi i ditës. Mesazhi i ditës. 9 shkurti nuk është ditë për nxitim, por për vetëdije. Ata që dëgjojnë veten fitojnë.